Një tjetër protest sinjalizohet këtë radhë në qytetin e Durrësit, ku qytetarët protestojnë kundrejt parkimeve me pagesë. Për të mësuar shumë detaje, do të lidhemi menjëherë me kolegen ton të A2 CNN, Elitiona Doko. Elitiona, të përshëndes, atëre çfarë po ndodh më konkretisht me qytetarët e Durrësit, pasi praktika e parkimeve kundrejt pagesës nuk është e panjohur në botë. Të përshëndes Andi, në fakt nëpërmjet mediave sociale ishte bërë ditur pikërisht thirrja një proteste ditën e sotme, ku kjo për shkakun e aplikimit të parkingeve me pagesë. Së fundi bashkia ka marrë iniciativën për vizimin e pothuajse të gjithë rrugëve ku janë planifikuar parkimi kundrejt tarifimit dhe disa prej shesheve kryesore të qytetit. Kjo gjë ende nuk ka hyrë në fuqi në fakt, ndërkohë që qytetarët nëpërmjet Facebookut apo rrjeteve të tjera të komunikimit publik kishin njoftuar pikërisht mbledhjen sot në sheshin Liria, ku ndodhemi aktualisht, e mbështetur dhe nga strukturat e Partisë Demokratike që janë më të shumë të numër se sa vetë qytetarët. Mund ta shihni edhe nga planet që vijnë në këto momente, që janë përfaqësues të Partisë Demokratike, qofshin këshilltar këta, por edhe qytetarë të cilët ditën e sotme kanë zgjedhur që të protestojnë pikërisht ndaj këtij vendimi. Kujtojmë që Këshilli Bashkiak në qershor të vitit 2024 ka marrë vendimin pa votat e mazhorancës me qëllim aplikimin e parkingeve me pagesë në disa prej akseve, qoftë në rrugët e qytetit që të çojnë në lagjen 1 pra e ndarë në 2 zona përkatësisht, zona A dhe zona B, ku tarifimi do jetë përkatësisht në zonën A me çmimin 100 lekë ora, ndërkohë që në zonën B, që janë zona më periferike se sa pjesa tjetër e qytetit, do të aplikohet tarifa prej 400 lekësh për orë. Një vendim që ende nuk ka hyrë në fuqi, por që Partia Demokratike fillimisht kërkoi që të ketë edhe kërkoi që kjo gjë të shfuqizohej nëpërmjet të gjykatës, gjë që u pushua dhe nuk u vijua më tej. Kam pra meje Eda Arizin, këshilltaren e djathtë në Bashkinë e Durrësit, e cila do të na flasë se pse është marrë ky vendim dhe pse ju bashkoheni sot thirrjes qytetarëve për protestën e radhës në qendër qytetit. Sot ku jam edhe si këshilltare, por jam si qytetare e Durrësit, pasi kjo protestë është iniciu, është kërkuar nga qytetarët e Durrësit. Ata nuk mund pranojnë që të vetë a priori një taks për parkimet private, të bëhen parkimet të tëra private dhe të jenë me taks nga bashkia, në një kohë që në Durrës nuk është funksional transporti publik. Si të vinë qytetarët nga Durrësi i Ri, nga Porto Romano, nga plazhi, që vinë për të marrë shërbime këtu në qendrën e Durrësit, ata kur transporti publik nuk është i mjaftueshëm, sigurisht do vinë makinë për cilën nga xhepat e tyre do duhet të paguajnë një taksë që në këto kushte është absolutisht e papranueshme prej tyre. Mbledhjen e qershorit 2024, në mos gaboj ju keni votuar kundër këtij vendimi? Dhe pas atij momenti nuk u dëgjua më për këtë, se çfarë do të vijohej. Kur e morët vesh që do të vazhdon të jetë në fuqi ky vendim? Ne votuam kundër, dham argumentet tona që pse jemi kundër një vendimarrje të tillë, dhe ula që do të rishikoj edhe një herë ky plan, do rishikoj sigurisht duke fuqizuar, duke bërë funksional transportin publik radh parë, duke rregulluar infrastrukturën. Transporti publik është siç ishte, dhe ndërkohë në mënyrë të menjëhershme u dha kjo urdhëresa që do të bëhen të gjitha parkimet private me pagesë, pa marrë më asnjë mendim tjetër as nga këshilltarët që e votuan kundër dhe dhanë argumentat, por mbi të gjitha pa marrë dakordsinë e qytetarëve. Janë ata që paguajnë nga xhepat e tyre, që rondojnë qytetarët që kanë njoftuar media sociale shohin që nuk kanë pjesëmarrje masive. Jo, ka. Mund të ketë më shumë dhe duhet të ketë më shumë, e pa diskutuese, por ka. Por sigurisht duhet të ketë më shumë. Dhe mendoj duhet të jenë më të shpejta. Për këtë problematikë, që është problematikë e ndjeshme, por edhe për shumë problematika të tjera. Ktu kërkohet të bëhet taks për parkimin, të merret taks shtesë, ndërkohë që këto taksat u tha dhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak që ne kemi pat një rritje të grumbullimit të taksave. Rritje që nuk është evidentuar në rritjen e shërbimeve të qytetarëve me infrastrukturën, me transportin, me ngritjen e një parku e një kondilorash për fëmijët, pasi shumë
tani shumë shpejt pati vdekje tragjike që në fakt ishte një vrasje e paralajmëruar e 2 fëmijëve, sepse nuk kishte një zonë ku ato të lunin. Ne kemi rrugë që s'kan trotuare ose trotuare shumë të vogla. Jeni pjesë edhe vendimarrjes, keni kërkuar sqarime nga bashkia të paktën në momentin që po shihet që po vizohet, po krijohet logjistika përkatëse për sheshe apo rrugë planifikuar pagesë? Po, kemi kërkuar, nuk kemi marrë akoma një përgjigje me shkrim. Përgjigja është vetëm ajo që ka qenë, me ato argumenta që kanë qenë qysh në mbledhjen kur ne kemi kundërshtuar këtë vendimarrje. Dhe çfarë do të bëni në vijim të kësaj qendrese të sotme? Sigurisht që do protestojmë edhe me rrugë institucionale brenda Këshillit Bashkiak dhe brenda strukturave të tjera të bashkisë, por do vazhdojmë edhe pjesëmarrjen në tubime që unë mendoj do jenë më të shpeshta. Duhet jenë dhe do jenë më shpesha, sepse prek gjithë qytetarët, edhe pse një pjesë e qytetarëve në fakt janë në tubimin në Tiranë, një pjesë e të riva ka shkuar në tubimin në Tiranë, ku edhe atje protestohet edhe për këto që thamë, pa diskutim, por edhe këtu ka qytetarë që unë mendoj që vazhdoj të shtohet kjo vara e protestës qytetare. Gjithmonë më tepër duhet të themi, Durrësi është i qytetarëve, nuk është i pushtetarëve. Pushteti nuk mund marrë a priori vendimarrje që rëndojnë xhepat e qytetarëve, që rëndojnë jetën e tyre. Duhet të themi stop, Durrësi është i qytetarëve. Në fakt ishte kjo një prej zërave në Këshillin Bashkiak përfaqësuar nga Partia Demokratike, zonja Eda Arizi, e cila solli argumentat e saj lidhur me këtë vendim të marrë nga Këshilli Bashkiak në 2024 pa praninë dhe pa votat e opozitës, por duke pasur mazhorancën në këtë këshill, sigurisht që ky vendim ka kaluar atëherë dhe tashmë hyn në fuqi. Nga jo në fakt se çfarë kam arritur të lexoj dhe të shoh në vendimin e Këshillit Bashkiak për të marrë në vitin 2024, vjet e re si kundër e thash, qoftë tarifimi i ndarë në 2 zona A dhe B, por vjet e re po ashtu edhe hapësirat krijuara qoftë për personat me aftësi të kufizuar që posedojnë një mjet, nëpërmjet 3% që sipas tyre e kërkon ligji që të jenë edhe këto të vizuara, ndërkohë që ka po ashtu është vizuar pjesa e sheshit në shëtitoren Taulantja, që edhe aty do të aplikohet tarifimi me pagesë në pjesën e parkingjeve, dhe kjo e vetëm atë paktën nga komunikimet që kanë pasur në rrugë zyrtare me Bashkinë e Durrësit, bëhet me dije se ende mbeten disa procedura logjistike për të aplikuar qoftë kontratat me pjesën e aplikimit se si do të kryhet ky shërbim me kompanitë celulare, sepse kujtojmë që pjesa e të huajve, numrave të cilët përdoren ata në vendin tonë, duhet të jenë po ashtu të aksesueshëm në momentin që kryejnë një pagesë për të kërkuar aksesin në momentin e parkingjeve. Sigurisht kjo ka ngjallur edhe pjesën e rritimit të qytetarëve dhe që kanë paralajmëruar me protestën e ditës sotme të zhvilluar në qytetin e Durrësit. Pikërisht me këtë çështje dhe me këtë moto. Qartë. Elitona, vetëm do të bëj një pyetje, kjo është herë e parë që qytetarët durrësak përballen pikërisht me tarifimin e parkingjeve, dhe nëse ke ndonjë shifër, sa shifra si për zonën A, që presupozohet që është zona kryesore në qendër qytetit, dhe zona B pra? Në fakt është hera e parë që pjesa e hapësirave publike rrugëve të paktën vizohet për të kthyer në tarifim me pagesë për parkingje. Në qytetin e Durrësit nuk ka qenë problem pjesa e parkingjeve, por qoftë pjesa turistike dhe frekuentimi nga turistë shumë të paktën gjatë sezonit veror, trefishojmë pothuajse numrin e mjeteve që lëvizin dhe që frekuentojnë qytetin e Durrësit. Kjo ka krijuar një farë ngërçe, le ta themi, qoftë në qarkullim, qoftë në trafikun e rënduar që krijohet veçanërisht për gjatë fundjavës, dhe kjo metodë aplikimi sigurisht Bashkia ka marrë edhe si shembull Bashkinë e Tiranës, qoftë kontrata që ka lidhur me kompanitë celulare, apo qoftë në mënyrën se si e ka aplikuar dhe mënyrën se si e kanë zbatuar këtë vendim. Kështu që ende mbetet në fazë diskutimi dhe ende nuk është marrë vendimi konkret për një zonë konkrete, dhe pritet që sigurisht pas logjistikës, krijimit
të gjithë infrastrukturës së përshtatshme të vendoset edhe pjesa e tarifimit kundrejt pagesës për parkingjet në Durrës. Për zonën atë, paktën nga sa kam lexuar, do të jetë një tarifim prej 100 lekë për orë, ndërkohë që ka po ashtu rezidentët në qoftë se pagisen me kartën e rezidentit kanë të drejtën e parkingit në hapësirat ndërmjet pallateve ose mund të pajisen me një tarif prej 10.000 lekësh në vit të parkojnë vetëm njërin prej mjeteve që kanë në familjen e tyre. Ndërkohë që në zonën B apo pjesa, le ta themi, më periferike e qytetit, do të jetë një tarifim prej 40 lekësh për orë. Kjo përfshin zona më periferike siç është zona e stadiumit apo zonat më tej që edhe atje po ashtu ka ngarkesë dhe vështirësi qoftë në parkimet e mjeteve apo qoftë edhe në lëvizjet që janë edhe më të shtuara për gjatë sezonit verës. Qartë. Mirë, Elitiona Dogo, të falenderoj për këtë lidhje në ditarin e mbrëmjes në A2 Sene.